Edhe pse në fakt nisi si një marrëdhënie shumë e krisur, nisi si një marrëdhënie me pikpyetje mes Bias edhe Albës, po shohim një lloj qetësie mes të dy gocave. Ofendime kishte pafund, ti nuk lahesh, ti e pisët, ti të vjen erë. Do me thënë fjalë nga më të rëndat, por në këtë rast Alba që po qëndronte stoike. Tani, flasim për një shoqëri të krisur, dy vajza që kanë një rrugtim të përbashkët. Dhe cili është rrugtimi i përbashkët i këtyre të dy vajzave? Është Lim Hoti. Në anën tjetër, kemi Albën edhe Benitën. Benita pati një ndryshim strategjik në rrugtimin e saj, do me thënë që në momentin kur e pa se jashtë po komentohet, jashtë po përflitet, jashtë po flitet për të, Benita pati një ndryshim strategjik edhe rrënjësor. Do me thënë Benita po tregon krejtësisht anën e saj të ëmbël, por nuk ka marrëdhënie shoqërie më mes Benitës edhe Albës. Këto dy vajza që ishin tepër të afërta, tepër të dashura, nuk ka më marrëdhënie shoqërie. Mos vallë, momenti që Alba doli jashtë e ndihmoi pafund mes marrëdhënies së Benitës edhe Albës që të kontrollojnë veten dhe të shikojnë veten, që mos të bëjnë më gabime dhe të fitojnë dashurinë te publiku, kjo mbetet një pikpyetje e madhe. Ju tashmë e dini që në shtëpinë e Big Brotherit të futen banor të rinj. Futen personazhe të rinj, futen banor që na falin emocione, që na falin dashuri, që na falin pozitivitet. Dhe dita ditës, presim banorët e ri që do të hapin dyert e kësaj shtëpie. Nga komentime që unë kam bërë më herët, nga Big Brotheri që unë e njoh më herët, dhe nga strategjitë se si funksionon Big Brotheri, unë pres që në ditët në vazhdim, por edhe sonte, pse jo, brenda shtëpisë së Big Brotherit të futet Lim Hoti. Lim Hoti është një banor i një formati të njëjtë siç është Ferma VIP në Shqipëri, e dini shumë bukur, ka patur një lidhje dashurie publike me Albën, por ka patur një lidhje dashurie edhe me Bien. Lim Hoti pritet që të bëhet pjesë e kësaj shtëpie. Mua në fakt nuk më duket e çuditshme, nuk më duket e papritur, nuk më duket e paimagjinuar. E pres të ndodhë një gjest i këtill, duke njohur se si funksionojnë këto gjëra. E pres që Olca të bën lëvizje të këtilla. E pres do me thënë këtë gjë, nuk është diçka që nuk e presim. E pres që do ketë banor të cilët do të surprizojnë publikun shqiptar. Ndryshimet e Albës janë rrënjësore, ndryshimet e Bies janë rrënjësore dhe pse unë jam kundër Bies sepse as nuk diet flet as asgjë, do të thënë vetëm bën zhurmë dhe nuk merret gjë. Benita që ishte një motër e përbetuar e afërt me Albën ka ndryshuar dhe Albën e shoh që po lufton e vetme në shtëpi. A mendoni ju që Alba do të surprizohet edhe do të sprovohet në këtë rast, do me thënë nga ana e produksionit?